أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم Falënderimet dhe lavdërimet dhe adhurimet tona ja drejtojmë vetëm Allahu dhul Xhelal. Salavatet, selamet qofshin për shpirtin e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pak para lexuam suratul Qadr, sura e cila Allahu dhul Xhelal e zbriti në muajin e bekuar të Ramazanit, që do thotë se në këto momente, në këtë muaj të bekuar, Allahu dhul Xhelal njerëzimit i zbriti librin më të përsosur, më të dashur dhe më të garantuar nga ana e tij ndër gjithë librat që Allahu dhul Xhelal i ka zbrit para Kur'anit Kerimit. Kjo sura, kjo kaptin, suratul Qadr, na e përshkruan veprën më madhështore që ekziston në historinë e njerëzimit. Pra thamë se zbritjen e Kur'anit Kerimit, edhe nuk ka vepër më madhështore sa zbritja e librit të Allahut, Kur'anit Kerimit, deri te Muhammedi alayhi salatu wassalam, përmes melekut Gjibril alayhi salatu wassalam. Tash neve shohim se çka përmban dhe çka ngërthejnë në vetë kjo sure, kjo kaptin me ajete të shkurta që Allahu dhul Xhelal përmes këtyre ajeteve, përmes kësaj sure neve na e bën të ditur se fillimi i zbritjes së Kur'anit Kerimit ka qenë në Ramazan, ku Allahu dhul Xhelal paraprakisht ka thonë shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kur'ani. Gjithashtu thot Allahu azza wa jall inna anzalnahu fi lejletin mubarakah. Në një natë të bekuar, neve vërtet e kemi zbrit Kur'anin në një natë të bekuar. Por kur vjen që Allahu e zbret suratul Qadr, e cila ka zbrit në Mekke, atëherë na e bën të qartë se zbritja e Kur'anit apo fillimi i zbritjes së Kur'anit ka qenë në natën e Kadrit, nga Lauhi Mahfuz në Bejtul Izza, thot në qiellin e parë, e prej qiellit të parë për 23 vite në zemrën e Muhammedit alayhi salatu wassalam, pjesërisht, atëherë qysh e ka lyp edhe ka kërku situata, qysh Allahu e ka pa parasysh se duhet të zbritet Kur'ani Kerimi. Fillimi i surës e cila fillon me inna anzalnahu, inna kur dëgjoni. Këtu Allahu azza wa jall tregon për veten e tij në shumës, do të thotë që tregon se është diçka madhështore. Se nuk ka thonë inni, por ka thonë inna anzalnahu fi lejletil qadr. Neve e kemi zbritur Kur'anin. E atëherë, kur Allahu dhul Xhelal përmend me këtë shprehje inna çdo herë në Kur'an, kur e dëgjoni dhe kur e lexoni, kush e lexon Kur'anin, inna a'tainaka al-kawthar. Neve ty o Muhammed, neve. Me një herë
mas shprehjes inna, pritet se vjen diçka shumë madhështore te Allahu dhul xhelal, shumë me vlerë, shumë me peshë, shumë me rëndësi te Zoti, që Allahu ja ka dhënë atë pozitë. Çdo sendi që vjen pas shprehjes inna fatahna laka fathan mubina, o Muhammed, ty neve ta mundsuam, do thotë çlirimin e Mekkës në këtë rast. E kështu me radhë shumë ajete kuranore që Allahu i përmend me inna, ndërto inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, për Kur'anin e Kerimin. Neve e kemi zbritur librin, Kur'anin. Dhe me të vërtet ne jemi ata që e ruajmë dhe e mbrojmë atë nga devijimi dhe nga gjëra tjera. Atëherë vazhdon dhe thot inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Fjala el qadr, shprehja el qadr, çka do të thot? Cili është kuptimi i shprehjes el qadr? Dietarët islam, komentatorët e Kur'anit, për këtë shprehje kanë dhënë mendime. Ndërto thonë se el qadr e ka kuptimin që ka vlerë dhe ka pozit. Ka vlerë dhe ka pozit. Pa dyshim se ka vlerë dhe ka pozit te Allahu dhul xhelal, pasi që Zoti këtë natë e bekoi dhe e zbriti Kur'anin në ta. El qadr, nga dietarët thonë se gjatë kësaj nate caktohen vendimet edhe caktimet e Allahut për një vit, për vitin e ardhshëm, se çka ka me ndodh. Gjithashtu, nga dietarët islam tregojnë se el qadr është e ka kuptimin që do thotë diçka që ka hapësirë, por për diçka, për ndonjë shkak vjen edhe ngushtohet. Në këtë rast, me zbritjen e melajkeve të udhëhequra nga Xhibrili alayhi salatu wassalam, toka ngushtohet aq shumë sa është numri i melajkeve, do të thonë, e kanë dhënë edhe kuptim, edhe këtë kuptim dietarët islam. Inna anzalnahu fi lejlatil qadr, wa ma adraka ma lejlatul qadr. O Muhammed, pejgamberit alayhi salatu wassalam, ju drejtohet Zoti edhe i thot wa ma adraka ma lejlatul qadr. Çka ban ty të dish se çka është nata e Kadrit? Këtu keni dëgju se Allahu dhul xhelal nga njëherë pejgamberit alayhi salatu wassalam ju drejtohet dhe i thot wa ma adraka. Në këtë rast, po në raste tjera ka që i thot wa ma yudrika. Kjo wa ma adraka ka të bëjë me kohën e kaluar. Do me thonë se pejgamberi alayhi salatu wassalam diçka ka ditë, mirë po, edhe çka të ban ty të dish, o Muhammed, se çka është nata e Kadrit, cilat janë vlerat dhe cilësitë e natës së Kadrit. Para prakisht pejgamberi alayhi salatu wassalam që ka ditë për Kur'anin, ka ditë për Allahu dhul xhelal, edhe por kur i ka ardhur në natën e Kadrit, do të thonë që Allahu tregon se në këtë rast, o Muhammed, ty neve inna anzalnahu fi lejlatin mubaraka. E ka ditë se është natë e begatshme, e bereqetshme. Mirë po të andej ma shumë se çka do ndodhë në atë natë, pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka ditë. Prandaj ka pasën nevojë që Allahu t'ja sqaron dhe t'ja ban të dishme se çka. Wa ma yudrika, kur i thot Allahu pejgamberit alayhi salatu wassalam, wa ma yudrika, o Muhammed,
çka ban ty të dish. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk din se çka ka, edhe çka do të vjen. Atëherë kjo ka të bëjë me atë se nata e kadrit që Allahu dhul Jalal i ka tregu dhe ka informu. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر nata e kadrit te Allahu dhul Jalal vlerën dhe pozitën e ka aq të madhe sa që është ma me vlerë se sa 1000 muaj që në ato nuk ka natë të kadrit. Që në ato nuk ka natë të kadrit. 1000 muaj është komplet një jetë. Komplet një jetë. Se nëse e shëndrojmë në vite, atëherë thot dikun 82, 83, parafërsisht 83 vite. E kjo është që Allahu dhul Jalal këti ummeti, edhe pse i fundit, mirë po i ka dhënë shumë bekime, shumë vlera, që e ka beku mas pari me atë që Allahu ua ka zbrit Kur'anin, i cili ka zbrit në Mekke, në natën e kadrit, të Muhammedi alayhi salatu wassalam, në zemrën e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Që ka qenë nata e kadrit, ku thot Allahu dhul Jalal, khairum min 1000 shahr. Khairum min 1000 shahr, ma mirë, ma me vlerë, se sa 1000 muaj që, do thot, njeriu besimtari ban adhurim në ta. Prandaj, pa dyshim se ky ummet, edhe pse i fundit, mirë po, jetën nuk e kanë gjatë se kanë pas popull tjerë që kanë pas mundësit, kush është bind në Zotin dhe në profetat dhe në atë që Allahu ju ka shpall profetëve, edhe kanë pas mundësi që të adhurojnë, të madhnojnë Allahun gjatë. Mirë po, kjo ummet edhe pse me pak jetë, me jetë të shkurtër, Allahu dhul Jalal ua ka mundësu që të arrin përmes këtyne momenteve atë shka e kanë arrit popull tjerë me vitet e tëra. Tash, nëse llogarisim që një besimtar i devotshëm, nëse arrin sevapin e natës së kadrit për 10 vite, me rand, 10 vjet ka 82 apo 83 vjet adhurim, llogarit 820 apo 830 vite adhurim, apo 20 vite e arrin natën e kadrit e kështu me radhë. Nëse është që nata e kadrit ka qenë e bereqetshme me zbritjen e Kur'ani Kerimit në ta, edhe muaj i bekuar i Ramazanit, i begatshëm dhe i bereqetshëm me zbritjen e Kur'anit në ta, gjithashtu edhe Mekkeja e bereqetshme dhe e begatshme për atë që Allahu e ka zbrit Kur'anin në ta, dhe ka fillu zbritja e Kur'anit në ta, pejgamberi alayhi salatu wassalam, të cilit i ka zbrit Kur'ani në zemrën e tij, e krejt këta, këtë bereqet dhe këtë mirësi e kanë marë në natën e kadrit. Në natën e kadrit. Çka Allahu dhul Jalal e ka, do thot e ka bë natë të bereqetshme, natë të begatshme, edhe
Gjithashtu, padyshim se edhe në Medinë që ka vazhdu zbritja e Kur'anit, krejt për këto shkak është nata e Kadrit edhe ajo që Allahu Dhul Gjelal e ka zbrit dhe ka fillu zbritjen e Kur'ani Kerimit në natën e Kadrit. Ndëruar, neve mendoj mund të flasim edhe ma shumë për këtë natë, se Allahu Dhul Gjelal Kur'anin e ka emnu me shumë emërtime nga ana e tij që ka thonë se innehu la Kur'anun Kerim, se me të vërtet ai është Kur'an fisnik i famshëm, i nderuar nga ana Allahu Dhul Gjelal padyshim, e ka quajt shpirt. Gjithashtu, ku Allahu Dhul Gjelal thot, o kedhalike auhajna ilejke ruhem min amrina, ma kunte tadri mal kitabu wal iman. Po kështu, me urdhrin ton, thot Allahu Dhul Gjelal, ne të shpallëm ty shpirtin, Kur'anin. Ti nuk e ke ditë. Ma herët se para se të vjen Kur'ani, para se të shpallet ty Kur'ani o Muhammed, se çka do të thot libri, apo çka do të thot imani. Po, përmes zbritjes së Kur'anit në natën e Kadrit, që e ka fillimin e zbritjes, ti i ke mësu çka është libri, i ke mësu çka është imani, i ke mësu të gjitha dispozitat dhe mirësit që Allahu ti ka mundësu ti dish përmes Kur'ani Kerimit. Allahu Kur'anin e ka emnu dhe ka quajt nur, dritë, wa anzalna ilejkum nuran mubina, dhe ne ju zbritëm dritë të qartë. E këto emrat të shumët që Allahu Dhul Gjelal e ka emnu Kur'anin me shumë emra, pa dyshim se kjo tregon për një madhështi që Allahu Dhul Gjelal ja ka dhënë Kur'ani Kerimit, që është libër që Allahu Dhul Gjelal pa dyshim e dalloj dhe veçoj nga gjitha libra tjerë, siç e them nga fillimi atje, e ka emnu me shumë emra të ndryshëm. Bereqetin të cilin Allahu Dhul Gjelal këtë e tham, ja ka dhënë këtij ummeti, nuk e kanë pas fatin ta kenë ummet të tjera. Nuk e kanë pas fatin pa dyshim. Atëherë duhet të jemi mirënjohës dhe falënderues ndaj Zotit për atë që Allahu Dhul Gjelal na ka bë të jemi ndjekës të Kur'ani Kerimit, i cili pas zbritjen zanafillën e ka pas në natën e Kadrit. Tash ndrojmë temë dhe vazhdojmë me kaptinën tjetër që është pas në radhë si pas zbritjes Suratu Shams. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
ولا يخاف عقباها. Kjo sura e cila përmban 15 ajete, Allahu Dhul Gjelal fillimin e surës edhe vazhdon në shumë ajete tjera që Allahu betohet në krijesat e tij të shumta, edhe ati padyshim Allahut i takon që ai të betohet në çka të don. Neve kjo na e bën të qartë dhe nga kjo nënkuptojmë se kur Allahu betohet në diçka, ajo ka pozitë dhe vlerë të Zoti vet. Po padyshim se është shumë madhështore, pa marrë parasysh se në çka betohet Allahu Dhul Gjelal. Po këtu Zoti fillon edhe betohet në diellin, o shamsi o duhaha, pasha diellin dhe dritën, shkëlqimin e tij, që kur del dhe lind dielli edhe jep ndriçon gjithësinë. Kjo nënkupton se te Zoti është diçka shumë madhështore, po edhe të krijesat tjera nuk do në fjalë dhe koment se është shumë madhështore. Është e mundshme neve ta paramendojmë jetën pa diell, pa dritë, absolut jo. Wal qamari idha talaha. Atëherë, rrotullimi i ditës edhe i natës, që Allahu krejt këto janë argumente në ekzistimin e Perëndisë, e Allahu Dhul Gjelal vet. Kur perëndon dielli, atëherë lind hana, që e mbulon gjithësinë edhe tokën me errësirë. Wal qamari idha talaha, edhe kur hana vjen pas diellit, që atëherë edhe ajo e jap atë ndriçimin e vet që Allahu Dhul Gjelal ja ka dhënë hanës. Wan nahari idha jallaha, pasha dritën, pasha ditën kur ai dielli është ndrit. Thot Allahu tash wan nahari, betohet në ditën kur ajo del dita e kështu me radhë. Wal lejli idha yaghshaha, pasha natën kur ajo e mbulon atë, e mbulon dritën e diellit që thanë. Was samai wama banaha, pasha qiellin dhe atë që ndërtoi atë. Allahu betohet edhe në vetveten e tij. Pasha qiellin dhe pasha atë që ndërtoi atë, pasha tokën dhe atë që e shtriu atë. Këto betime që Allahu Dhul Gjelal betohet në to, në të gjithat. Thamë më herët se Allahu t'i takon që ai të betohet në çka të don. Njerëzit në çka duhet të betohen? Pa dyshim se vetëm në madhninë e Zotit, në Allahu Dhul Gjelal. Atëherë neve na lejohet të themi pasha Zotin e diellit, pasha Zotin e tokës, pasha Zotin e qiellit, pasha Zotin e hanës. Ama të betohesh në krijesat e Allahut, absolut nuk lejohet dhe është ndaluar, pasi që në ato raste ju përshkruhet rivalëve shok. Allahu Dhul Gjelal për këtë neve Islami na i ka vënë të qarta sendet se duhet të jemi të kujdesshëm kur betohemi, të betohemi vetëm në Zotin një, edhe të jemi të sinqert në atë çka betohemi.
wal ardi wa ma tahaha, pasha tokën që Allahu thot e ka shtrirat, wa nafsi wa ma sawaha. Këtu Allahu dhul xhelal betohet në njeriun, që Allahu njeriun si krijesë e ka dallu nga gjitha krijesat tjera. Padyshim. Njeriu si krijimtari e Allahut është krijesa më e përsosur dhe më e dashur të Zoti e të gjitha krijesat tjera që janë në horizont, gjithandej janë në shërbim të njeriut. Tash nëse ndalemi edhe logjikojmë pak që Allahu krejt ato krijesa madhështore që i ka kriju, që në krijimtari, kështu si krijesa, janë shumë më të mëdha se sa njeriu. E njeriun e vendosi në tokë. Atëherë Allahu dhul xhelal tregon për njeriun se fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Njeriut Allahu ja ka mundsu të mëson dhe të din edhe të mirën edhe të keqen. Ta din edhe të mirën edhe të keqen. Edhe e kalon të lirë, të zgjedh, të merr të mirën, që është e dobishme për ta, qoftë për këtë botë apo edhe për botën e ahiretit. Apo të zgjedh edhe të ligën nga ana tjetër që nuk do t'i sjell dëm përpos se vetvetes, që sherrin do t'ja shef edhe në këtë botë, edhe në ahiret. Allahu na rujt. Qad aflaha man zakkaha. Atëherë vazhdon Zoti dhe thot, në këtë rast shpirtin ka shpëtu ai i cili e ka pastru, e ka mbrojt, e ka rujt, e ka mbush me iman, me bindje ndaj Zotit një, dhe me atë duke i kryer çdo obligim që ka ndaj Perëndis, ndaj Allahu dhul xhelal, dhe duke u rujt, duke mbrojt veten nga çdo send që Allahu e ka ndalu. Për këto Allahu ka garantuar se qad aflaha, kanë shpëtu ata të cilët e kanë rujt veten. A qad khaba man dassaha. Atëherë kanë dështu dhe kanë humb shumë ata të cilët e kanë keq shpërdor dhe nuk kanë qenë të kujdesshëm ndaj vetvetes, nuk kanë qenë të kujdesshëm që të ruhen, por jetën e tyre e kanë çu pa besim, jetën e tyre e kanë harxhu në atë që Allahu nuk është razi dhe i pajtuar me ta, përndryshe është i hidhëruar me ta, e ata do t'i pret padyshim se një dënim i ashpër në ditën e kiametit që do t'jetë i përhershëm. Allahu na ruajt. Kadhabat Thamudu bi tagwaha. Allahu dhul xhelal këtu tregon për popullin Thamud, që kanë qenë populli i profetit Salih alayhi salatu wassalam, të cilët e kanë përgënjeshtru Salihin alayhi salatu wassalam, dhe pak kanë qenë që ju kanë bind thirrjes dhe pretendimeve që ai ka ardhur ata nga ana e Allahut që njerëzit ta besojnë një Zot dhe të lajnë besimet e kota, mirë po ata prapë se prapë kanë qenë të padrejt dhe zullumqar. Thot Thamudi përgënjeshtroi për shkak të arrogancës së vet, bi tagwaha. Këtu Allahu tregon se pse. Arsyeja pse ka thonë Allahu ashtu, idhim ba'atha ashqaha, kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt
për të therrur devën, çka Allahu dhul Jalal ata kërkuan nga Salihu, nga profeti Allahu Salih, që Allahu t'ju dërgon një deve nga e cila do të ushqehen, edhe kanë qenë që kanë nu një ran për të pi ujë, që një ditë e ka pas renin të pinë populli, njerëzit, ditën tjetër të pinë deveja, e që përmes asaj deve, do thot, janë shërby dhe kanë pi nga qumshti i saj, po ata kanë qenë të padrejt dhe zullumqar, e që më i keqi ndër to, që është qu edhe e ka vra, e ka therr devën, që Allahu tregon në këtë rast se ata kanë qenë shumë padrejt dhe kanë bërë zullum, edhe padrejtësia e tyre atëherë ka ardhur deri te që Allahu ti kaplon të gjithë me një dënim të ashpër, ku do të vim atje në fund. E ai që e ka therr devën, tregohet se ka qenë më i ligu, më vepërkeqi në rrethin e aty vendi ku kanë jetu ata, edhe e ka therr devën, ku e ka bën veprën edhe Allahu e ka çu dënimin, ku ai person quhet Qaddar ibn Salif. Qaddar ibn Salif e marrë nga Zoti atë që e meriton, edhe thuhet se edhe tjetri më i keqi që ka qenë që kohën e pejgamberit alayhi salatu vesselam është ai i cili e ka vrarë Aliun radiallahu ta'ala anhu. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha, pra Salih alayhi salatu vesselam ju ka tregu për devën se kjo është deve që Allahu e ka çu si dhurat për ata. فكذبوه وعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Para atë që e kanë thy urdhnin e Zotit dhe urdhnin e profetit Salih, udhëzimet e tina, atëherë Allahu tek i popull ka çu një shkatrim, një dënim të ashpër që i ka shkatruar që të gjithë. Wala yakhafu uqbaha. Allahu nuk ka frikë për atë, kur ai të vendos diçka, vetëm se thot innama amruhu idha arada li shay'in an yakuna lahu kun fayakun. Kur vendimi i tij është se Allahu kur të vendos për diçka, vetëm i thot bëhu dhe ajo ka të bëhet. Edhe popullin Thamud Allahu e shkatroi këtë rast me një tërmet, me një frymë të madhe, edhe ata pra ashtu e përfundon jetën. Allahu na ruaj nga dënimet e tija. Allahu na bëft që neve i ndëgjojmë fjalët e tina, udhëzimet e profetit të tina alayhi salatu wassalam, edhe një ditë e lutim Allahun dhul Jalal të dalim nga kjo jetë, shka qysh më së miri është Allahu razi dhe i pajtum me neve dhe veprimtarin ton, duke e lut Allahun dhul Jalal që gjithmonë neve të na bën prej atyre që të vërtetën e shohin të vërtetë dhe ndjekin atë, kurse të pavërtetën e shohin të pavërtetë dhe largohen nga ajo. Alhamdulillahi rabbil alamin.